Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Maska me banane dhe vezë që ju heq 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Ndryshimet e motit mund të dëmtojnë shpejt lëkurën tonë sepse prodhimi i kolagjenit, një substancë thelbësore për të forcuar elasticitetin e lëkurës, zvogëlohet. Dhe kjo maskë me banane ju ndihmon të keni një lëkurë të lëmuar dhe të fortë. Por cilat janë përfitimet e bananeve? Ajo është një hidratues natyral për lëkurën. A dini se frutat e bananes mund të hidratojnë thellësisht lëkurën tuaj? Ajo përmban 74% ujë në normën të konsiderueshme që e bën një nga ushqimet më hidratuese. Kjo veti e bën ushqimin e quajtur si maska e cila kujdeset në mënyrë natyrale të dobishme për të zbutur efektet e kohës. Sipas një studimi, hidratimi i rregullt i lëkurës ndihmon në parandalimin e shfaqjes së rrullave. Por cilat janë përfitimet e limonit? Është një agent natyral zbardhues. Për të gjetur një lëkurë të shëndritshme pa defekte, e keni menduar ndonjëherë limonin? Ylli i agrumeve të detoksifikimit ton ka edhe më shumë se një mashtrim në pulpën e tij. Pasuria e tij me acide natyrale lejon që të manifestohet edhe të modifikojë lëkurën dhe të eliminojë sebumin e tepërt, përgjegjës për aknet dhe për pikat e zeza. Dhe kjo nuk është e gjitha. Vetitë e tij zbardhuese ndihmojnë që të luftojë njollat dhe plagët. Sipas një studimi të publikuar në revistën International Journal of Molecular Science, limoni është një ushqim i rekomanduar për një lëkurë me shkëlqim. Ai ka përfitime të mira për lëkurën tuaj, por edhe mjalti, cilësohet si një hidratues i pasvendësueshëm. Fal numrit të lartë të lëndëve ushqyese dhe produkteve, mjalti është një kujdes natyral i rekomanduar për të hidratuar thellësinë e lëkurës dhe për të reduktuar kështu efektet e një lëkure të varur. Dhe vetitë e tij dermatologjike nuk ndalen me kaq. Sipas një studimi të votuar në gazetën Azisë Qendrore The Global Health, mekanizmat shërues të mjaltit janë të vërtetë. Mjalti rekomandohet gjithashtu për kujdesin e plagëve, ekzemave dhe dermatitit. Por ja si të përgatisni kremin kundër rrullave në shtëpi. Për të vëzhguar rezultate përfundimtare në lëkurën tuaj, ju këshillojmë të blini përbërës bio. Përbërësit që u duhen janë: një banane e pjekur, një luggjedhe me lëng limoni, një luggjedhe me mjalt. Pasi siguroni përbërësit, filloni me përgatitjen. Shtypni bananën me një piru, shtoni në përgatitje mjalt dhe lëngun e limonit. Përdorimi: e aplikoni me furçë në fytyrë dhe në qafë. E lini maskën për 20 minuta dhe shplani me ujë të vakët dhe më pas aplikoni kremin hidratues. Për shkak të efekteve të saj fotosensibiluese, këshillohet që të bëni një maskë me limon duke shmangur ekspozimin në diell, për të mos ndikuar kështu në humbjen e elasticitetit të lëkurës. Maska për fytyrën më të bardhë me vezë. E bardha e vezës është një element kryesor për shumë maska për fytyrën. Ajo është e pasur me proteina dhe le lëkurën të butë dhe të lëmuar. Ju mund të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të gjetur në çdo kuzhinë për të zbutur lëkurën e thatë, tonifikuar lëkurën e yndyrshme dhe për të lehtësuar lëkurën e acaruar. Këto receta janë të dashura për shumë arsye, por kanë edhe diçka të përbashkët. Ato përdorin të gjithë të bardhën e vezës. Maskë për fytyrë me të bardhë veze, që mund të përgatitet në shtëpi me 2 përbërës hidratuese dhe zbutëse. Receta kërkon këta përbërës: 2 të bardha veze, 2 luggjedhe kos. Ndani të bardhën e vezës nga e verdha e saj dhe vendoseni atë në një tas. Shtoni 2 luggjedhe kos, mos përdorni salcë kosi. Përzieni bashkë dhe vendosni përzierje në fytyrë. E leni në fytyrë për disa minuta dhe më pas e pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë, më pas me një pecet të ngrohtë. Maska e fytyrës me argjil për pastrim të thellë. Receta kërkon këta përbërës: 1 e bardhë veze, 2 luggjedhe argjil, 1 luggjedhe mjellmisri, 1 pikë vaj nga vaji juaj preferuar esencial. Përzierja: përzieni përbërësin në një tas dhe vendosni masën e krijuar homogjene në fytyrë. E lini sa të thahet dhe më pas e hiqni nga fytyra me një leckë të ngrohtë. Maskë zbutëse me limon dhe mjalt. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur ndaj puçrave dhe është e mirë për çdo lloj lëkure. Receta kërkon këta përbërës: 1 e bardhë veze, 2 luggjedhe mjalt të rrjedhshëm, 2 luggjedhe me lëng limoni, 3 luggjedhe kos, jo salcë kosi.
Përzjeni përbërësit së bashku dhe vendosni maskën në fytyrë. E lini për 15 minuta dhe më pas e lani fytyrën. Pjesën e mbetur mund ta mbani në frigorifer për deri në 1 javë dhe ta përdorni sërish sipas nevojës. Maskë për fytyrën e fryrë. Sheqeri është në këtë maskë që mund të ndihmojë në shtresëzimin, ndërkohë që vajrat e kësaj maske mund ta mbajnë fytyrën dhe lëkurën e thatë më të hidratuar dhe të mbajnë larg rrullat. Recetat që ju duhen në këtë rast janë: 1 bardhë veze, gjysmë lugë gjedhe vaj ulliri, vaj kokosi ose vaj bajamesh, 1 lugë gjedhe miell, 1 lugë gjedhe sheqer kaf, 1 lugë gjedhe me qumësht. Përzjeni përbërësit mirë dhe vendosni maskën në fytyrë duke shpërndarë me lëvizje rrethore. Në këtë mënyrë duke pastruar atë. Shtojeni më shumë sheqer nëse doni një pastrim më të thellë. E lini maskën në fytyrë për 15 minuta përpara se ta përdorni. Pas pastrimit mund të përdorni ndonjë hidratues për të bërë të mundur qëndrimin e vajrave brenda në fytyrë. Maskë për tonifikimin e fytyrës. Vendosni në fytyrë këtë maskë dhe ju do të ndjeni sikur po ju ndodh një ngritje e vogël e fytyrës. Poret tuaja do të ndihen më të vogla dhe fytyra juaj më e pastër. Gjithmonë pas kësaj maske përdorni një vaj për fytyrën ose një hidratues. Përbërësit që ju duhen janë: 1 bardhë veze, siguroni që veza të jetë jo shumë e ftohtë, 1 lugë gjedhe me miell mistri. Rrihni këtë përbërës me një piru derisa të krijohet një përzierje gati e njëtrajtshme. Vendoseni përzierjen në fytyrë dhe e lini që të thahet. Përbërja është e rrëshqitshme, prandaj do të vendoset maska në fytyrë dhe ju duhet të shtriheni. E lini të thahet dhe më pas e shplani fytyrën. Në fund aplikoni një hidratues për fytyrën tuaj. Maskë për fytyrën me miell tërshëre dhe kosh. Kjo është një maskë për fytyrën e cila përfshin vetëm 3 përbërës bazë. Kjo maskë për fytyrën është e përshtatshme për të gjitha llojet të lëkurës dhe është shumë e thjeshtë për t'u përgatitur. Ajo do të pastrojë, rigjenerojë lëkurën tuaj. Këto maska për fytyrën me kosh janë shumë të mira për lëkurën e ashpërsuar, të djegur nga dielli ose të acaruar. Nëse keni fytyrë të ndryshme, shtoni disa pika lëng limoni. Për lëkurë të thatë, shtoni disa lugë gjedhe me mjaltë. Receta: ka nevojë për këta përbërës: 1 lugë gjedhe miell tërshëre të bluarimët, 1 lugë gjedhe me kos, disa pika mjaltë. Në një tas të vogël hidhni miellin e tërshërës dhe kosin dhe i përzjeni së bashku. Ngrohni disa pika mjaltë. Për të bërë këtë, ngrohni 1 lugë duke vendosur mbi ujë të nxehtë për 1 minutë. Më pas shtoni disa pika mjaltë në lugë. Shtoni mjaltin dhe e përzjeni kosin e miellin dhe tërshërën. Vendosini maskën në fytyrë. E lini atë për 10 minuta dhe më pas e pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë. Më pas me një leckë të ngrohtë dhe pas kësaj aplikoni një hidratues. Maskë për fytyrën me kosh për fytyrën e djegur nga dielli. Përbërësit që ju duhen janë 1 filxhan kos natyral, gjysmë filxhani miell tërshëre bollgur, disa pika mjaltë. Përzjeni përbërësit së bashku. Vendoseni përzierjen në fytyrë dhe e lini për 10 deri në 15 minuta. Më pas e pastroni fytyrën me një leckë të ngrohtë, jo shumë të nxehtë. Aplikimi i kësaj recete në fytyrën tuaj do të sjellë gjithashtu edhe një zgjidhje mjaft të mirë. Limoni është i pasur me vitaminën C dhe antioksidant të fuqishëm. Nëse e përdorni vetëm në kuzhinë, nuk keni tentuar kurrë që ta përdorni atë për maska shtëpie, ka ardhur koha që ta bëni. Maska me limon rekomandohet për lëkurën e yndyrshme dhe mikse. Mjafton që të shtoni disa përbërës që të gjithëve na ndodhen në kuzhinë dhe aplikoni atë në fytyrë. Rezultatet do të jenë të mahnitshme, pasi fytyra juaj do të duket më e ndriçuar dhe yndyrna do të reduktohen ndjeshëm. Maska me limon dhe të bardhë veze. Ndani të bardhën e vezës nga e verdha dhe të bardhën e rrihni. Shtoni disa pika limon dhe i përzjeni mirë maskën. E lini për 10 deri në 15 minuta dhe më pas e shplani me ujë të vakët. Duhet të keni parasysh se maska duhet të aplikohet gjithmonë në lëkurë dhe sa më larg zonës së syve dhe të buzëve, në mënyrë që të mos shkaktojë acarime dhe probleme që mund të shfaqen në to. Vëmendje: jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.